يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja dërgojnë na Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Poshtë këto jemi duke folur çato renditja është çato se çka e prish agjerimin. Dhe herën e kaluar pika e fundit që u përmend herën e kaluar ishte cila nëse njëri vjedh me vetë dëshirë, me zër, ja impona vetes me vjedh, atëherë personit të tillë i prishet agjerimi. A tham çto? Herën e kaluar. Nëse vjedh me zër është i gishtin ose e trus barkun e tij, agjerimi i prishet agji. Po nëse vjedh pa hiri, ka hangër shumë syfër, hangër shumë, së s'duhet, edhe tanaj kur është bo e nesërmja, si ja ka mojtë, si ja qu, o kuku, edhe ka shku vetë pa doshë që ka vjedh, në këtë rast agjerimi nuk prishet dhe s'ka nevojë me bo kaza. Në qartë, kjo ishte hera fundit. Pika tjetër që prishet agjerimi, kjo është të gjinia femërore, nëse një gruaje i vjen cikli i saj, ose lehonia, si t'i vjen cikli, apo lehonia, i prishet agjerimi. Nuk do të që kjo ko gjëna, ko mëkat, por agjerimi si agjerimi prishet, edhe duhet me bo kazo këtë tit. Edhe kjo është me konsenzusin e djetarëve, nuk o dy fjallë këto. Por, kjo edhe nëse, i ka orë cikli një gruaje, qëft veç 2 minuta, para se mi hi koha iftarit, obe veç 2 minuta, veç 5 minuta, kërejt dita e asoj gruaje nuk i llogaritet agjerim. Do të me bo kazat dit. Që ata 2-3 minuta, 5 minuta para iftarit, i ka orë cikli, ose lehonia, shenjët e lehonis, agjerimi prishet. A unë këtu vazhi? Kjo është tash me konsenzusin e djetarëve islam. Ndërsa prej seneve tjera që e prishin agjerimin, kjo vlen për të rit. Agji. Kjo vlen për të rinjët. O është edhe i thojnë masturbimi. Janë ka mundësi do të ri, të pamartuar, edhe nga pak të haljet, edhe çka bojnë, shikojnë ashtanaj video që janë ngrit në e ti, edhe vjen deri tek masturbimi. Atëherë, agjerimi ju ka si pas shumicës, se djetarëve islam, dikush ka folë pak. Por si pas shumicës, pa hekve Ibn Hazmin, agjerimi ju ka prish. Ose vjen deri tek masturbimi, me cilën dhe metodë që vjen deri tek masturbimi, agjerimi i ti i është prishur. Qoftë nëzit me dorën e ti, qoftë veç me shikimin e ti nëse vazhdan, dhe vjen deri tek ajo që u përmend, agjerimi i prishet. Argumenti shumicës, cili, ajo kujtot hadithi që kena pas përmend, kur ban shefat agjerimi. Agjerimi kur ban shefat, çka thet? Dhe të zët, ky robi thët ishte yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Ky robi am jep le o zët të ndërmjetësaj për këtë robin. Se ky robi e lake ushimin, pijen dhe epshin e tij. U largojke prej ushqimit, prej pijes dhe epshit të tij për shkaktimin, për shkak të agjerimit. Agjerimi kur flet,
e pastaj Allahu i jep lejen për shefat. Që kena përmend. Pra u përmend edhe epshi. E nëse njëri nuk e ruan epshin këtë rast, vjen deri tek masturbimi, nuk ja ka dhënë hakun agjerimit dhe agjerimi i tij i prishet. Normal tash kjo vlen për të trit, se për ata që janë të martuar, besoj që nuk i hin fort nullë. Një çështje tjetër që është diskutuar kohë shumë, thon drejtën, në mesin e 4 shkollave juridike. Edhe një tjetër që mund të ketë të ra në kush për njerëzve, edhe të rejtitun. Ajo është nëse e vendos me bindje, jo me dyshim, por me bindje të thellë e vendos me prish agjerimin haxhi. Por që hinë në shtëpi, nuk gjete, ishe në bërë, edhe të kopi uria dhe i qatur. Thu, one kismet e prisha, s'po moj ma shumë me insistu sëtë ose me duru. Edhe hëtë me shku të frigoriferi me gjithë në i sen. E vendose me të prejme. Qështu po këta me të prejme për përseriti, se njoni ka mundësi me pos me dyshje. Qëra, di qysh. Unë pashkaj, njerë hale, a unë pashkaj, në po që në i sen të mirë, nëse ma ka rujt nusja në i sen të mirë në frezë, atëherë pëho, më s'ko, për qështu pak lëngë dhe pak bëk, për dërej ma mirë dhe në aksham. Se në aksham ko në i qorëve në i sen. Me që shkje dyta, jo, nuk prishet. Por që ajo e para e preme, unë e pashkaj për prishje agjerimin. Kur shkën, zgjon kur gjon. Kur shkaj, zgjeti, por kësë hangër kur gjon. Kjo nuk hangër, nuk piti, ama ishte i vendosur me prish. Edhe që kjo agjerimi i qiti personi si pas 2 shkollave e juridike, shkollës Malikije, pra Malikit, edhe saktën me dhejbin Hambeli, edhe Dhahirit, edhe Buthauri për të parve, dhe disa edhe për tash bashkëhorve, Ibn Uthejmini, dhe këta që kënë hejtë gjurmeve të tyre, kanë thonë se agjerimi i këti prishet. A e kuptut? Veç me bom me vendos farë që unë e pa shkaj për prishje. Pas hangre, kur që shkaj e prishje, përsep në neve dhe s'moj dëraj mo. Edhe veç halakot që ka të gjojnë dishka me hangre, edhe me pija. Por nësë në gjete kur gjonë. Nëse je kështu i vendosur, agjerimi të është prishë se pas këtyre 2 shkollave juridike. E qartë? Ndërsa nëse ki me dyshim që përmenda, për përsejti me të në kry, nëse ki me dyshim, ati që në gjithë që ushim të mirë, sët pe prishi. A më mësë gjithë që për të farë të ushimi së pe prishi, për dojtë e nasham, që kësi raste nuk prishet. E qartër ishtë, ndërsa prej seneve tjera, që ka e prishin e gjerimin, Zotin a rujt për kësojna, është edhe ajo i thujnë e ridde anil islam, dalja prej fejsë. Nëse njoni del prej fejsë, bohët qafër, qysh njeri u del prej fejsë? Për shambull, qetë me vetdije, pa imponim nga dikush, pa kërcënim nga dikush, e fynë Allahun. Ajo është agjerueshëm, por e fynë Allahun. Runë në zëtë. Nuk përëm për këta, vetëm se, për me thonë, Allahu është, ja be, stakfirullah. Me thonë, Allahu është i pa drejt, zullumqar është Allahu. Që kjo, hajde, veç me thonë qështu, është dalje ve fejsë. Me thonë me vetë dije, pa ta imponu dikush, Allahu është zullumqar. Nëse qështu thu, del pe fejsë. Dhe agjerimi të është prishur. Dhe kjo të është prishur me koncenzusin e djetarëve islam. Nuk ka 2 fjallë. Kërejt janë të një pajtimit, një mendimit, një fjallës. Njoni tjetëri, është agjerueshëm. Por e fynë pejgamberin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E fynë atë.
Fyrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dallon prej fyrjeve të njerëzve të tjerë. Nëse një X personi e fyn një X personi tjetër, ka bërë mëkat, fyrje pa të drejtë. Ka bërë mëkat, ka bërë keq, mëkat, thuj keq, thuj çfarë dush, por me dal prej fesë nuk i thuhet. A me bo me fy Muhammedin sallallahu alaihi wasallam prej pejgamberit alaihi salam atje. E deri sot nuk o dy fjalë. Kërejt janë të një fjale se me fy Muhammedin sallallahu alaihi wasallam del për fesë. E tash njoni është agjerushëm. Asa këll? Njoni agjerushëm. E fyn pejgamberin alaihi salatu wasalam. Agjerimi i tij i është prishur me konsenzusin e dietarëve. Ose njoni, kjo ke fyn Allahun, fyn pejgamberin, fyn Kur'anin, del. Ose fyn një dispozit fesë. Shembull, njoni thot, stakfirullah, shka u bo 5 vakte në ditë mi falë? Ja, mërë se këtu e në hajgore, nuk fash falë një herë mjaftan, ose një gjumon një oftë hajtë. Veç thonja e qësi e soj fjalije, është dalje për fesë. Dhe nëse i agjerueshëm, agjerimi të ka prish. Pa shtikur gjëngoj. Agjerimi të është prishur. Ose, unë e thash për nëjë dispozit, por njoni t'i teket, për shkak për shumë se e lojmet të ndryshme dhe shkrimet të ndryshme, vjen njoni thët, unë e kam vendos agjerushëm, dhe në gjysë ditës, i po do lojme interesante ka po i flasin disot krishter, edhe kjo thët, unë po bohna krishter, po dal për i fesë islame, po bohna krishter, ose po dal për i fesë islame, po bohna jahudi, ose po dal për i fesë islame, po bohna idhujtar. Për momentin si te ka thonë dhe ka bo që tonë, kjo është agjerushëm i ngroti, por agjerimi ju presh. Por, pa i vazhdan agjerimi, a i për shambull, njëherë tha këtë fjallë, unë po dalë për islami, dhe se u ludha me qitë islam. Edhe, thët njëherë, dul, po sa hes një 20-30 metra këthejt, jo mëra pa pende, unë astak filase, po më pas ka qenë zhiti për shita, unë i zaherse, qysh me dalë për fesë islame. Kjo këthy apet në islam, po s'hangër kur gjonë. A e prish agjerimin? E prish agjerimin, pa diskutim. E a do të me hangër këtë tani? Shka do të me bëhë këtë ashtë? Kjo mas pari, si pas shumicës e djetarve, do të me shku shpeka dole, mu pastru, me thonë dhe her shahadetin, edhe mu pastru se kur të hytë në islam si pas shumicës e djetarve kërkohet një pastrim. Shkën, pastrot e thëtë shahadetin, po tash a muj me hangër që, e pas na prish, ju unë, së po du me bëhë shambull vetin, heq. E ka prish, a me ngron, ju, a pes ban me hangër, me nejt, a gjerim ski, po me hangër ju, dhe i në kësham. E kuptut? Nëse njëri ju dënë, e ban një sen t'il, del prej fejs, ban në redde, i prishen vejprat, kërejt i prishen. Qysh ka thonë Allahu, le in eshrakte le jahbetan në ameluk, nëse bohësh i dhujtar, del prej fejs, në fej tjetër, të zhdukën veprat të tua. Rëziku apo vrejnë, të zhdukën veprat të tua. Edhe agjerimi do ta kesh njetin për Allah. Kër del prej fejs, mu kë njeti u kry, se të si për Allah, mu tash janë me adhur dikan tjetër. S'ki njet për Allah më. Për rëziku është në gjdo vepër tonde, është rëziku me bo me dol prej fejs. Disa obili kanë thonë, nashta s'është me e qëlluar as i fjallë, por kanë thonë disa se të prishen me bo me dol për fejës. Për shumë me rujë që ka flet në fejë, nuk oj kujdeshëm. Që ka flet, qëfar mendime shmerë në fejë, të nuk oj kujdeshëm shumë. Se thanë disa djetarë, krejt veprat prishen. Je folë 50 vjetë, e 60, e 70. Ka 70 që të dikon, janis ban hajgore me Allahun. Ban hajgare me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Disa djetarë thanë, të prishen krejt. Po nashta, ma e afërta është, inshallah, me konë qështë me shpresë, me shkukaja ma e leta,
të prishet veç agjerimi i qasoj dite, ndërsa namazet që ke bo asene, Allahu t'i runë për seri. Por rrezikosh. E tash nëse njoni e prish agjerimin e ti një i ri i sapo martuar, edhe sun për gjithë ditën, s'pa thëmë zjagjia, po për shumë sun për gjithë ditën, edhe qka ban? I afrohet bashkëshortës, me vetë dije, duke e di se qka po ban. I afrohet bashkëshortës e ti, është në muajin e mjaltit. Edhe kur i afrohet bashkëshortës, bën marrëdhënie me të, i prishet ajo ditë pa diskutim. Por e kokë që këni shtesë. Cila? E një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith në vërtet, edhe tha, ja Rasulullah, helekt, oj dërguar i Zotit, tha, u shkatrova, jam shkatru. Pse be, tha, qa ke bon që je shkatru? A, bi dërgum i Zotit, s'mujta gjithë ditën me duru, e ju ku ma afru bashkëshortës time. I, tha pejgamberi sallallahu. E me që pas ke boni se në tilë, tha, ti, a ki na i rëb liraje, për shpagim. A ki nja i rëb. Me zonë i rëb, për shumë jenë në betej, në luft, dëherë, jenë ko betejat, me shpotën që jenë konë, edhe na një shka ka mujtë me zonë, e ka mujtë, ana i ka shirby në shpi. Raktarë, se me thonë. Thanë, pa që na i rëb të mirë, musliman, lëshëje për shpagim që ka pas ke bon. Se a gjerimi për si për, tha ki, valloj, tha ja Rasulullah, thonë, nuk kam rëb. Tha, nëse s'ki rëb, tha, atë ti, pu dashka me agjeru 2 muj dit pa ndërprej. Ndash mu të shpagu pse ju ke afru bashkëshortës gjatë ditës e agjerimit. E ke prish agjerimin, por edhe 2 muj dit, tha, me bili disa djetarë kanë thonë, me bo një hitru, me shkëqit. Për shamu 2 muj dit, pezom i binja 60 dit, ose 59, ose 58, 60 ose 59. Me bo veç 5 dit ma pak. Një 30 dit, 40 kja agjeru pa ndërprej. Po tani u lodhe një dit u smujtës diçka, do të mjanis për fillimit. I bo 60. I tha, amon ta po ti, o shuki jam, i tha pejgamberi, amon me agjeru, tha, 2 muj dit pa ndërprej. Ja, Rasulullah, tha, unë smujta një dit. Një dit smujta po jafru bashkëshortës. Pejgamberi më tha, atëherë po tha, të bëj një 60 njerëz të varfër, musliman, edhe jepja një iftar, jepja ushqej ata, ushqej. Ja, Rasulullah tha, ku me marë, thane me ushqy? A i që kanë konë ngrati, edhe i varfër. Tha, ku me marën, tha, s'kam, kushte, mi të bu 60 persona, mi dha ushqim, ta ata ku e madhe, s'kam kushte, tha. Keshi pejgamberi tham, edhe tha, prit po, shkoj, kur nuk vazhdoj edhe shumë ku, ishte pejgamberi me shokët e ti, i erdhi një kufe e madhe, pejgamberi tham, me hurma. Që me atë kufe, mu ishin mungup një, ma shumë se 60 nështë. Tha, si i erdhi, pejgamberi të vishin edhe i dhonë këta ne, i shpandojke njerëzve të tjerë. Kur tha pejgamberi tham, ku me që djoli që pëqaj buri, tha që i pyti, a erdh me gzim. Tha, merre që të kufe, tha, edhe shpëndoj që shtash një 60 vetave ushqej. Unë ala që kanë koni i varpër. Ja Rasulullah, tha, unë nuk mendoj që në mes këtyre bjeshkve, të më thonë Medine, pe shkurtaj, unë nuk mendoj, tha, ja Rasulullah, që në Medine ka na një më të varpër se onë. Tha, s'ka më të varpër se onë. Pejgamberi keqë edhe ju dëkën dhe mballet e ti duke qeshur, tha atëherë, tha, e pro familjen tënde, ushqe e familjen tënde. Por nga që kjo hadith, kuptohet se, ndash, njoni nëse i afrohet bashkëshortës gjatë agjerimit, i prishet agjerimi dhe duhet për dënim e koqiton, ose me liru rëb, ose me agjeru 2 muj dit pa ndërprej, ose me ushqy 60 të varfër për shpagim. Ndërsa, e një dit tjetëra me bon kaza, e kanë diskutu pak djetarët, nashta për që diskutimin flasë herën tjetër. Lusmi Allah të në falë të në mshërën, lusmi Allah në azogel në gjennet me pejgamberit të në takën, walhamdulillahi rabbil alamin.